Ky emision sponsorizohet nga Petrol Company. Shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se takohemi këtu në televizorin të 7 në misionin Euron 7. Zgjedhjet përfunduan, rezultatin e kemi që të gjithë tash. Është ajo që kemi folur gjatë gjithë kësaj kohës, mi 50% të lëvizjes vetëvendosje, ndërkohë që më nuk ka ndonjë telashe me konstituu kuvendin, sepse votat janë aty, janë edhe për qeverinë dhe pritjet janë që qeveria me nis punën sa më shpejt që është e mundshme për shkak të problemeve të shumta që i kemi në ekonomi. Nuk dojmë me diskutu fare se çfarë ka ndodhur, populli ka vendosur ashtu dhe është vullnet të cilin të gjithë ne duhet me respektu tutje. Për ndërkohë sonte do të flasim për atë se çfarë qeverie presim, do të thonë çfarë qeveria na i duhet vendit për të tejkaluar problemet e shumta ekonomike, të cilat i kemi folur për 4 vjet, por si duket janë injoruar në tërësi dhe që populli ka vendosur në bazë të asajna që ka pasur në mendjen e vet, duke lënë anash gjithë ato probleme në ekonomi, papunësi, varfëni, ngritje të çmimeve, inflacion, ngritje të çmimit të rrymës, ikjet njerëzve nga Kosova dhe gjithë ato, fundi është ky 50.1%, ja po ofrim hajën këtë që jetojmë në Kosovë. Po çfarë qeveria i duhet vendit, do të flasim me të ftuarit e mi sonte në studio. Është Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit, më mbrëmë me Zëtin Shahini. Mirë gjej. Hamdi Malushaj, Zëtin Malushaj më mbrëmë se erdhe, biznesmen. Shkumbin Misini, ekspert, prof, më mbrëmë se erdhe. Dhe Burim e Jupi Indef, më mbrëmë se erdhe. Çka presim tash, Zëtin Shahini? Është kjo pyetje për gjithë, do të thonë çka i duhet vendit urgjentisht, sepse ne tani të flasim për kritika, u dash ashtu, populli e qiti votën, vendosi, shnet. Tash është e qartë se ne do të kemi një qeveri më të qëndrueshme, një kuvend, dhe do të kemi numra që nuk do të bllokohet më, ose nuk do të duhet kërkohet vota nga partit tjera opozitare, përpos ato që i ka tradicionale të pakicave, dhe shpresoj dhe besoj që ne mund të kemi një qeveri në fund të janarit, fillim të shkurtit, ku qeveria e re dhe kuvendi i ri do të ketë shumë detyra për të bërë me urgjencë, sepse tashe po thuaj gati një vit ne kemi pasur një qeveri në detyrë dhe kanë qenë shumë projekte, të cilat projekte nuk janë miratuar për shkak se nuk ka qenë kuvendi konstituar, po ashtu edhe vetë qeveria nuk ka qenë në detyrë. Prandaj, si detyrë e parë e kësaj qeverie legjislacionit të ri është miratimi i buxhetit të Kosovës, e cili është shumë e rëndësishme. Dhe besoj që kjo do të jetë pika e parë e rënit ditës, po ashtu ratifikimi i shumë marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat marrëveshje janë të pritur rreth 1 miliard euro që mund t'i kemi nga rritja, dhe këto do të jenë një infuzion i madh për ekonominë dhe vendin tonë. Besoj që qeveria e vendit po ashtu do duhet së shpejti të ballafaqohet edhe me dialogun me Serbinë, i cili tashmë do duhet që të merr një rundë të re, dhe kjo rundë e re nuk pritet që të neglizhohet më nga faktori ndërkombëtar dhe trusnitë e saj, po ashtu qeveria e re do duhet që të siguron qytetarin e vet që do ta zgjedhë presidentin, i cili në mars ne do duhet të kemi një president apo çka do të jetë ajo, dhe në këtë mënyrë do të promovon që vërtet votat 51.11% që i ka marrur, vërtet e ka merituar dhe është duke drejtuar edhe institucionet politike, ato ekonomike dhe ato ndërkombëtare në nivel që e kërkon çdo partner ose çdo shtet, së paku ato minimale t'i plotësoj, e jo pse ato maksimale, për arsye se tashmë kemi një rekord të votave dhe një rekord të një partie që ka
deputet më së shumti në historinë e Kosovës. Të jam dhe? Qështë do të mja njësë punës? Qa do të me bëke qeveri? Po, kjo qeveri i ka para vetës fushatën që e ka bo edhe ka fitu. Po i ka edhe debatet në fushat. Se zakonisht në fushata populli gjithmonë ishe anë të kundërta të secilës parti. Ata vërtet kanë fajet vetat partit, po njëni për tjetrin e thojnë të vërtetën. As njëni për veti, po njëni për tjetrin. Edhe gjithë fushata na ka të merue për dështimet që i kem pas, për kohënat kësia që i kem kalu, dhash zoti, tash qeveria re e ka numrin e mjaftueshëm për me instalu një parlament dhe një qeveri me kulturë të re. Tash, unë i kësha bo thirrje me funksionu për Kosovën të gjithë. Qeveria, opozita dhe se cili për Kosovën, jo për veti e në interesat vetit në domë të venit. Unë tash e adhuroj me shkelqyje qeveria, sepse shkelqen Kosova. Kjo kulturë është në vendet demokratike pushon në mandat përgatitet për zgjedhjet reja, një opozitë re e cila i bën reformat e veta, mirë po jo në pjesën e pengesave që i bën qeveri, sepse se cila penges që i bëhet një qeverie, bjen barë e vendit, asnjëherë s'ka ndodhur me e pague dikush çmimin përveç se Kosova gjithmonë. Kjo është projekti ka hershëm i joni. Unë të merrona kur e shoh skenën politike kur e jetojnë vitet 80-ta. Çfarë kuptimi? Ka qysh mundet me ardhë vendimet edhe destruktiviteti me inatit njëri tjetrit sa çmimet pagun vendi. Me ju gëzu dështimit kryeministrit atij tjetrit se pej egove të veta me pa dështimin si të gëzushëm. Se cili kryeministër që po ka problemet mëdhaja edhe me dështu diçka, opozitat jo kjo. Të gjitha dhe Albini vetë kur o konë opozit. Mirë po me ndru kulturën e të qeverisurit bashk me që vendin për para, garë politike me programe, po përfundon kua e periudhave të politike, vendin ka nevoj për ekonomi, qaq sa jemi të fort ekonomikisht, qaq e ka vlerë vendi. Nuk e ka vlerën në pjesët e lafeve dhe filozofive këty në politik, debateve. Po veç sa je i zoti ekonomikisht, sa ki të lumtur qytetarin me mirëqenje. Unë që tu e kësha pa, se rëshita pak për në filozofi edhe une, një po bej qeveris kisha prit me njëherë. Unë përshkojnë parim biznes. Absolutisht. Parimi biznesis edhe qeveria sërë gjë tjetër vese një organizim kualitativ, eficient për qeverisje. Me njëherë, ministrat, me konë, me kualitetet cilësit larta, më i mirë në ministri. Jo kush do minister, se s'ka derd, i ka do këshilltar ai, ministri me konë më i mirë, me shkelqy në vendin, edhe bëj thirrje edhe për krahje jepi Albinit, mos bjen në ndikimin e militantave, aktiviteteve në fushata dhe me pa popullit që një minister i cili bashkë hiç nuk bën, e i ka krit më të mirë në veti, në këtë rast, le del më i mirë i ministri në të gjithë. Edhe ai le të bën menaxhim të ministrisë, në bazë të kualiteteve, më i mirë në vendin e punës, në karrikën që duhet me ullë, jo me në zonë vendin e dikujt që di me punu, edhe me punu, me mbulu, me politik, pjesa e tyne. Ligjet ka nevoj shumë të shpejt, ligji punës, ligji leonis, ligjit, kanë qashtë metat mëdha, cilët nuk jepin komponentën e zhvillimit ekonomik vendit, edhe të zhvillimit kadrovik. Edhe nuk shpërndohet e barra një biznes i cili i ka kret, femna i ka kret leonit barë, letë qëtë taksen, letë barazot, unë jam për me i përkra, me i mbështet,
me bo politika su kur krejt bota për leonat, ajo nga diçka për vetit me qitë, me i koncentru të një biznes 50, të një biznes tjetër as një, po krejt bizneset bashk me e bartë këtë barë. Ka ligji mundësi mu zhvillu në këtë drejtim. Festat. Eshtu në Bajram e hone pushim. Ku ka ma banalitet? Ku ka ma banalitet? Festa o fest, qatë ditë që ndodhë, qatë ditë o fest. A di sa dëmë të në biznesin kjo? Që dhe na jem si qeveria, se alojmë të mojtë bredhin. Po. Dhe dhe mas ju krivitri në bredhin për mojmë alo. Me e pa në drejtimin eficient qeverisjes në zhvillimin ekonomik, biznesit du të mi thirë ndim, na e dim, e paguim, i kemi nruhe kretë qeverit, dhe i sot, sa ministra, sa kemi nruhe si bizneset, pra ndaj, edhe na kem përvojnë tonë me i tregue nevojat tona. Na dim me folë që a dojmë. Ata duhet me nëngu. Okej, vëshpese që këtë mandat kanë mjëngu, se mandatin e kalum nuk është që kanë folë fort me bizniste. Po shkumin? Ka na i pyetje kështu konkreta, apo... A i egzu që ka fitu 50% të dosja. A i kare pak, po. Tani është te i kalu kjo puna e kush fiton, kush hub, kush e ka mirë, kush e ka keq, populli ka vendos, qysh ka vendos, ja pafshin hajrin, ditën e mirë, tash veprimet. Ne do të me pa me kërku veprime prej qeverisë edhe me u dëgju zoni jonë. Jo që një 4 vjetë me kështu me thonë kush në ka futë. Jo 4 vjetë, kemi folë, ata i kanë ngromet vetën, edhe kaq. Jo 4 vjetë, po i ka rot 6 vjetë. 6 vjetë. Po, është e vërtet, dhe më dhënë problemet e qytetarëve janë e para si pas raportit. Nuk janë zgjedhë me këto zgjedhje probleme. Jo, ideja pse qytetarët ja kanë dhonë, ne du të me përgëzu këtë qeverit, se dhe një ka morë këto 51%. Edhe du të me përkra për veprimet më të tjeshme edhe du të me kritiku, për kundra se du të me kritiku. Mirë, po kritikën më të madhe du të me dërgu na tek opozita. Opozita me programet qatë GPT se këmë përmenë shumë herë, nuk mund me fitu zgjedhjet, le ta harran. Me njerës të cilët që 25 vjetë janë në pushtet, gjithë shka kanë bon këtë Kosovë. Shikoj e vërshimet që po bon, është përgjegjë konkretisht sepse menagjimin në më hershëm që e ka bo, kesh menagjimin në më hershëm që e ka bo, sot ne pëjvujmë pasojat. Dhe ne përgjithsin du të mja kërku kur leadershipi nuk është i mirëfillt i opozitës, normal që këtu i ki këto rezultate. Se i përket një kontribut madhe ka dhonë diaspora. Se është diskutu shumë në për media, po diaspora nuk jeton këtu. Mirë, diaspora është promotor, kryesor i qëndrueshmërisë dhe stabilitetit socioekonomik në Kosovë. Shikoj investimet e huaja. Ki korporat madhe që ka ardhur në Kosovë? 5 vitet e fundit jo. E ki ketë investimet e huaja llogaritën investimet të cilat i bën diaspora. Shikon ndërtimin, ne kemi një strukturë të punësimit më të lartën në sektorin e ndërtimit. Kush shpiblen ato banesa? Rroga mesatare e Kosovës deri para pak ditësh ka qenë, domethënë sipas rezultateve ka qenë 550-600 euro. Me 600 euro kish mujt me blen banesë në një qytetar i Kosovës, shans teorike nuk ka. Dhe këtu që diaspora derisa ne dojmë ja marr mjetet financiare, edhe i kanë pasunit këtu, pse s'pas kanë të drejtë me votu ata. Edhe diaspora voton pa interes. Kurse këtu, kalkulimet e qytetarëve të Kosovës kanë qenë me interes. Po zgjedhjet në komunën balotazhin në komunën e Prishtinës, që shkenë marrëveshjet. Këto qytetarët i shohin. Dhe pikrisht dështimi kishin bë prova ato. Nëse LDK-ja ka bos ka mujt vetëm se si kish bë, po ta garantoj me jetë. Kishim me uranin, me bekën, me këtë kishin hipur me orë pushtet, por nuk kanë hi. Jo, është edhe kanë hipur Kosovë. Po jo, është edhe një pjesë e diasporës që nga viti 2000 e deri në 2010 ka pas një emigrim të jashtëzakonshëm, deri në 2016, ka pas një emigrim të jashtëzakonshëm, që e diasporë nuk ja fal partive opozitore të cilët e kanë keq menaxhu shtetin. Edhe për 2020-s dhe 2025-s një 200.000 tjerë. Me të madhe, ka edhe numri është shumë i madh, kur e popullsisë është e jashtëzakonshme. Mirë po, kur nuk i opozit të mirëfillt, këtu i ki rezultatet. Pasqyra kryesore është e opozitës. Tallën me pove. Dhe e dyta, saktë, është si alternativë. Shembull konkret, nuk mundesh me pa Kosovën prej Prishtinës. Qytetet e tjera kanë hallë edhe probleme tjera.
Nuk mundesh me Ose pe Isabel Society. Po, nuk mundesh pa dol në teren. Pa dol në teren pa i po problemet e qytetarëve të Kosovës. Nuk mundesh me fitu. Albin Kurti ka net na për çdo vend ku e kanë ftu qytetarët dhe i ka marrë si mos të problematikat e qytetarëve. Dhe pikrisht problemet e cilat, veç edhe çdo ta përfundoj. Problemet e cilat janë shfaq media, që i kanë shfaq në mediume publike, ai i ka bo çato lajme, i ka bo kauza. Opozita, pse më ja votu votën? Pse kush më ja qit votën opozitës kur ne kem protest, nuk dol asnjë deputet. Ne kem protest për çmimin e energjisë elektrike. Asnjë deputet s'ke. Asnjë deputet. Kur kush na ka përkrah? Pse me adhon votën dikush opozitës? Pane, na pajtu dhe më në shtrajtu rrimin, edhe më në shket më shtrajtu. Me këtë rezultat jemi pajtu krejt. Dëgja, i kom pyet qytetarët. Jo, qytetarët nuk janë të kënaqur. Na ata s'do me fitu votat. Problemi tyne, na po folëm sot çka mas. Ku jena dhe çka mujna me zhvilluar. Kush ka hub pse na shto është interesi tyne s'ka dosh me marr, na jena të vendeshëm që qeveria po ka dhe sigurim që nuk doin me marr pushtetin la. Jo, është edhe aja. Do më thonë, dije detyra e parë, edhe pse erdhëm me folë për ekonomi, detyra e parë, qa ke urimi State Department? Obligimet me kry. Obligimet me kry. E që e obligim është asociacioni, ose zajednica që kanë qef dikush me thonë. Dikush s'ko qef me bo. Se ka thonë kryeministri Haradinaj në gjysë mandatit me krejt qeveri, numrat, dorheqe. Do më thonë, jënë diçka që nuk pitregojnë, po so me rëndësijaja, unë e ndashta isha në lidh në programi politik, u kryz zxedhet. Publika vendos, është dishka. Na qeveria re, nuk ka qeveri të re, është qeveri vazhdëshmëri e qeverisë që ka qenë. Do më thonë, është kurti 1, kurti 2, kurti 3 që dështaj, ga u konjuca ne që dështaj, por nëse shë është ne qeverisje, si tërsi, nëse shë dhe emnat e kabinetit që i ofroj ga u konjuca, kanë të njëjtit, veç kjo dhe Albini ndrum vendet. Do më thonë, une që apo presë është që tash kime pas qaja që ka me ardhë. Për mu është pikpytje, a do ndryshoj kurti ministrat, apo që ata që i ka ofruhe në handis për të nëse a i ka ofru ministrat, i kena pas nënësore, i kena po emrat. Do me thonë është, tash një pytje që kësha po, a do t'jem që ta emra, apo do të ndryshuhe. Nëse janë që ta, jënë që ta. Po falë, qëfar rëndësi e ka ministri? Po jo, është politika cilat kam i vendosur. Ministrat dhe deputet janë kukull o burë. Do të me pranë, unë i gjithë të ty. Po jo mërë se s'ka të bëj me... Kush ka në identitet? Po ne, veç lutna, veç pak. Cili minister ka ngrit dhe ka kritiku për politikat? Veç pak. Jo, veç po ta baj një pytje. Cili prej ministrat, të regama një minister që ka përgjithsi morale, etike dhe profesionale që ka dhonë tërheqe që është pjesë e korupcionit, e ka tirë prokuria. Dhe më thonë, cili është një minister, të regama të imu një minister. Dhe cilë aktive politike? Zëtë Shahime, ta ka fitu ma shumë të deputet. 2021, vetëvendosja ka pas 58, ashtë ka 57. Dhe më thonë, jo ma pak së 2027, me numër e deputetve. Dhe më thonë, pe 58 deputetve, kam rrim 53. 5 deputet, partijës pushtet, kanë dhonë dërheqje. Nuk mund është të mi thonë kukull njerit. është akuz shumë e rrë. Jo, digniteti. Kije ministri Libor Aliu veç u të rje. Pa e për dishka tjetër u të rejkë Libor. Arsye, jo veç pa. Për dishka tjetër. Veç pa, por tu su të rjekë të apa një që të rjekë. Po Liboni u të rjekë për dishka tjetër. Kis disa zavens ministra që të rjekë. Pa ki dy zavens ministra të arsimit që të rjekë. Një zavens ministra Po s'ka qenë partive politike. Jo, ka qenë partijist vetë vendosin. Nuk është për zavens ministrin e arsimit ta? Njone u bë ambasador tjetër të rjekë. Zavens ministra e, mos nuj me integritetin, dignitetin e njerëzë se nuk ka bashkështu. Jo, por e tu kukull, tu koni problem. Cilin deputeti kuvendit Kosovës, po mos ketë. Jo, mos ke, po ti të regova 5. Ta shkur jo 5, bjena ja... kalkulime tjera, o burë. Unë do thonë integritet profesional. Pa kalkulime njerëz janë të rjekë. Kur thu su të rjekë kur kush, edhe ko ka të rjekë, kush të tu pas ka pasë rrë. A fole punën për integritet.
Po integritet me ta avoni pozitjetër nuk ka të bëja ja. Tërheqja e... Jo të rje, duka gjenë, po burë që të rje krejt. Po sukon në parti politike duka gjini. Ka mo pozitë, po jo, po sukon parti politike. Posti politik, zotë një. Po jo mëre, po sukon parti politike. So më rësi, jo post politik. Jo mëre se, dhe gja. Ka pas për shembull, prof, një gjë tjetër, që nuk i ndërhek edhe puna e integritetit, edhe profesionalizmit që kërkoj edhe amdia, edhe burimi. E kje Rozeta Ajdarin me akt akuz, e cila ka, leqin nuk u tërhek, e ka ksha edhe vazhdan me baltoz prokurorin, për shep se ja kanë bo me të kast, kishe, dhe ajo është edhe në list. Edhe ka fitu deputetit. Dhe me thonë, nuk ka problemi këtë që ta kanë hek pëse ka pas korupcion, prof. Ta kanë avancu. Dhe me thonë, këtu sa ma hajnë me konë ka njerë është je majnë... Do, tash po folëm. 2016, 2017 u bo një standard. Kësu partit politike të atërshme, kush ka qenë në akt akuz, nuk i kanë shtin listë për deputat. 80% që aty në njerëzve, veç pak, 80% ka dorë pa fajshëm, po ka qenë një standard. Ta shto më rëndësi akt akuza, në është e na kena mri një standard që nuk u dojeshtë, që në fund po vrejnë që popli se ka vlerësu, ato për ka vlerësu këtë tjetëre. Tash në aspektin zgjëdhër, kë ka pos drejt, a i s'ka pos drejt. E tash, problemi është ku jena me qeveri, po këthejna të tema se so më rëndësi. Qito i ki 5 kryesore cilat i ka para po... Jo, këtë 5 parat. 5 parat. Në dhe një faqe i ka pretimin. Po e qartë, 5 parat cilat qeveria eri, e cila pritet në fund të këti mujt me u bo, ka me pas parasysh. Dhe me thonë, miratimin e bugjetit e përmerëm që gjithë, 4 miliard euro e kanë miratu ata deputet që inkon edhe deputet edhe... Tash duhet edhe njerë, procedura se ajo shkon zerë. Procedimi i ligjit për çmimet tavan, dhe me thonë, diçka që është me ndryshime, sepse ka gjykata kushtetuese nuk ka thonë që nuk bën. Po mënyra që këta kanë trajtuar... Do të bëni agjensitë e cila qeveria. Qa ke kufizimit punësimit për veteranët dhe ushtrisë lëmtare të Kosovës, pagesës e 13, miratimi pakës inflacionit 2.0 në vlerë 200 milion euro. Në shave që isha lidhë, se me ta në debat, do thonë nëse e sha programin politik, se aja që është e mirë, pse në akëzup se ka fitu vetëvendosë, se vetëvendosë ka fitu edhe në shkurt 2025. Do më thonë fitore. Vetëvendosë ka dash me udhëheqje vetme, edhe tash i ka numrat me udhëheqje vetme. Në thonë, bazë për neve që kena me monitoru është qaj programi politik. Tash qaj programi politik, ose qaj përmeni edhe Hamdiju që tha, aja që ka premtu në letër, edhe që ka premtu, unë e shpresoj pak se herën e kalume, pri programit politik, programi qeveris ka ndryshu pak, unë e shpresoj që ka me ndryshu pak, se ka është shumë, nëse e shumë qashtjen e energjis, programi që ka ofru e vetëvendosja është kundërshtim me strategji. Që ka miratu vetë. Që ka miratu vetë. Do me thonë në pres që tash mu rishikuaj program, që programi qeveris 3, qeveris kurti 4, atëra si me qujtë, me qenë pjesë e strategjia, se na dhe në studiot e te kena podhë që strategjia e energjis e cila në fuqi është në linë me ambicet e Kosovës për pjesë e bashkimit evropian, integrimeve atlantike. Kështu që na do të me ditë që nëse morën që të program, a jena të dosht që kjo qeveri me që Kosovën e u. Do me thonë, nëse shumë na programin politik, do me thonë është, këtë është program social. E kje aja të transportit, të kena me subventionu transportit në bilet 10 euro. Gjermania e ka 50 euro, por nuk e ka për krejt. Shanë trenat e shpejt nuk hinat e... Gjermania është të kushtuaja. E diso para, të kushton, veç në ashtë ajtë e shkrujnë, në të folën se po të nglon mirë. Aja mërët me kushtu 500 milion vjetë. Nëse komuna Prishtinë se subvencionën trafikun urban me 2.5 euro kilometrin për autobuzin për kilometr, para menu me subvencionu komplet trafikun e autobuzën fketë Kosovën. Regull, biznisa, mirë për qytetarin se me 10 euro më rëtë bëshkue një mund. Po problemi është qaja kosta, ose ki këtu, 200 milion euro për jetë. Une që kësha dash me qenë, në me thonë aje ideale është, këtu vendime që i ka marrë qeveria mu bo legjë. Shtesat e thmive mos me qenë vendimin i kryeministrit ose një qeverie, po me konë legjë. Shtesat e thmive lidhet me po mesatare, me inflacion edhe rriten, ju pëse vullnet i një kryeministrit, se njerës po të mi ka japë, nuk ti ka japë, tuat janë ato. Po problemi me mund normalizu, ose rrite e pagës. Pagët, në me do të me qenë legjë, na kena legjë për pagë.
e ke punësimin e veteranëve. Punësimi e veteranëve, kjo puna sot do t'jetë kosto. Nëse buxheti o 4 miliardë, bazë qyteteve që pishuam, edhe çka ka shkru program, vitin e parë 3 miliardë e gjysmë ka me qenë veç transfere. Problemi është, a jena na të gatshëm, na i patëm vërshimet, të ditë jena të ballafaqum me vërshimet. Jo, problemi është neve na duhet investime konkrete. Ideja dërthet kam i kompenzuar, nuk kompenzuar domi material me pare, kompenzuar domi material mos me ndodh prap. E kije në zajmë klines, para 10 vjetëm duke të kanë qenë vërshimet. Njëjtin vend, shpijet e njëjta nuj. Ideja është qysh me investue që atjen lumet, që ato shpija nuk... Jështë do 10 vjetë me kompenzu, por njëherë me bo në investim, e mos me kompenzu kur. Po, a më veç disha, më falë, të në qajini, e vetë mja komunë që i ka menagju mas miri, këto është komuna Vërstres që ka investu... Edhe komuna Prishtines. E Prishtines 4 vjetë rresht në lumej, edhe rjedha të lumejme për mos me dalë pe i shtratit. Pavarësisht gjitha këtyne nuk ka pas... Më falë komuna Prishtines, së më me kuptu, kanalizimit jënë ato. Atë kanalizimit kanë dalë tani. Pse, dhe më dhënë, pas ka ndryshime, dhe më... Që është që sharate me folë që komuna Prishtines e ka... A i bërlovën së në dhe jeke, le më... Krejmi për dhe njerë dhe ti. Po. Do shtat të them për disa... Krejtë së vecioni janë qëtu. Dhe më dhe nuk ka investim, rritja investime me kapitalit që kish me knajap një farë knatësie që gjithve. Do shtat të them, para se nalla pik për pik, tek fitoria e VV-s 51.11%. Kur ka monopol në treg ekonomik, janë agjensionet kundër konkurencës që merren me to dhe ndërhyjnë me njëherë se po rrezikohet tregu. Edhe me 51.11 neve na ka rrezikuar demokracia. Prandaj ka një monopol këtu në demokraci që kjo është një temë tjetër. Dashta të them tek miratimi i buxhetit. Ne çdo vit kemi buxhetin më të lartë. Dhe askush nuk mund me thonë se kemi buxhetin më të madh në histori, sepse ne po rritemi. Çdo vit është çështë. E rëndësishme është që ky buxhet që po rritet ka po shpenzohet. Dhe a ka kufi të qartë dhe duhet këtë kufi të qartë të shpenzimeve dhe të investimeve. Neve na kanë tepruar çdo vit investime, kapitale, para, dhe kjo neve na ka kushtuar në ngadalësimin e rritjes ekonomike. Megjithatë, kjo është sipas analizave që i kemi bërë gjithë sipas kryeministit, na i mas mirin në rajon. Unë po flas çfarë po thotaj, edhe populli ty besu se ty ja 51%. Kaç? Nëse nalim tek procedimi i ligjit për çmimet tavan, mendoj që këtu është ndërhyrje në konkurrencë. Ne nuk mund të ndërhyjmë në konkurrencë, atë ne do ta ndryshojmë kushtetutën. Do të merremi thellë me kushtetutën, sepse ne mund të ndërhyjmë me çmime tavan dhe cilat produkte janë. Apo përveç pjesës nalt, krejt poshtë prapë janë kësaj vendime populliste. Po jo, gjykata ka dhënë çmime tavan, gjykata ka dhënë vendimet populliste kanë çmime tavan, po jo kryeministri, jo ministri, jo kryeministri me dhënë. Është e njëjtë që përpara pa të vënë ligjin për buxhet reformën, që ka të kthy kur kanë dashur që të vëshën ministri me vendosë, se artikull ka thonë ligjin. Gjykata interpreton ligjin, zoti Shahini po thotë që shkon mundësi me legislacionin, se kjo e ka legislacionin tash në dorë. Edhe gjykata nuk ka zgjidhje tjetër përpos deputetët e Kuvendit të Kosovës çat ligj që e bën me implementues. Kto është përfundon. Prandaj po sa problema, çmimi tavan është ka gjykata. Politikat populiste kanë ndryshimin e ligjit kush ta ban? Fal. Kush ta ban ndryshimin e ligjit? Po Kuvendi. Po Kuvendi, po lutna ku e ka Kuvendin. Zoti Shahini po thot, me bën ndryshimin sepse bie ndesh me konkurrencën e lirë. Jo veç pa. Kushtetuesa ka thonë që kjo ligj që ke peru është këtë okej, po veç që të pjesën që ke thonë qeveria vendos, ka thonë bënë një agjensi të pavarur, e cila ka me bo. Ky tash ligjin edhe dje deklaroj, tha ligjin tavan o prioritet. Ligji çmime tavan, ky veç që bën bazë i vendimeve gjykatës kushtetuese e formë një agjencion edhe kjo bëhet.
Se ka thonë e gjykata kushtetuese ka kallëzuar edhe çysh bëhet. Jo që bëhet, po edhe çysh bëhet. E ti, nëse ky don me shkel kushtetutën, se harrova në shtamë. Ja veç leret, Jo, po tha që i çmimi tavan. Jo, çmimi tavan është çështje e mbyllur. Çështje në hyrje të konkurrencës. Dhe prandaj ne e vlerësojmë që nuk duhet të ketë në ndërhyrje të konkurrencës. Konkurrenca duhet të jetë e lirë, e kontrolluar. E lirë, po e kontrolluar. Çfarë kuptimi e kontrolluar? Duhet të jetë e kontrolluar ashtu siç është edhe çysh e parashë ligji konkurrencën. Ai duhet konkurrenca Ekonomia lirë e tregut, duhet të jetë e shëndosh dhe jo me monopole. Prandaj në raste kur ka monopole, atëherë duhet me hyje në ndërhyje. Por në Kosovë nuk ka monopol kërkush. Askush nuk kam për asgjë. Dhe nëse flasëm për heqjen e kufizimit të punësimit veteran në të ushtrisë ligjëtare të Kosovës, kjo është mirë, por këtu duhet veteran të hyjnë në pagë minimale. Edhe atë ligj duhet të ndryshojnë, se janë kategorie vetme që janë preashtu nga paga minimale. Dhe kjo është diskriminim i çlirimtarëve tonë. Mendoj që kjo duhet të jetë. Tek miratimi i vendimit për pagesën e pagës 13, duhet të jetë ligj. Dhe kur ndëgjon ekonomi, ne të gjithë jemi ekonomista. Kur ipet diçka, paga 13 duhet të shikohet produktiviteti. A ka pas produktivitet? Nëse s'ka pas produktivitet, për një moment ajo është mirë, po ma poshtë po thotë se 200 milion për jetë për inflacion, kjo rrit inflacionin. Bravo, shkakton inflacion. Shkakton inflacion. Dhe kjo duhet të shikohet me një analizë të thukë, të qartë, të ekspertëve, dhe nëse e miratojnë ekspertët dhe e binë në një përfundim që duhet jepet se punëtorët e administratës shtetënore kanë punu mirë, atëherë të jepet paga 13. Por kjo e qetë në pozitë keqe shumë sektorin privat. Dhe kjo duhet të analizohet. Ne nuk duhet të krijojmë vetëm politika që i kënaqëm sektorin publik me taksat tonat. Dhe taksat tona nuk duhet shpërndahen vetëm, duhet shpërndahen infrastrukturë. Ne jemi të folë për rreshje, jemi të folë për rrugë, kanalizime, ndoshta më mirë atje duhet që ne mos kemi çdo vit bartje të qytetarëve nga një fshat në një fshat tjetër për shkak të përmbytjeve. Mendoj që kjo duhet. Miratimi i pakos për 200 milion inflacion. Nuk e di se e ka paramenduar kjo një pako për përmballjen e inflacionit, por inflacioni nuk mund të mbrohem nga nëse ne vazhdimisht e shpenzojmë buxhetin pa produktivitet dhe ne nuk krijojmë të hyra të qëndrueshme, sepse çdo shpenzim duhet të ketë një qartësi e të hyrës së pari, ka po vjen aja. Dhe ne nuk mund të, kur nuk kemi projekte të ndajmë paga sociale. Ne nuk jemi kundër mbështetjes të kategorive sociale, po ne jemi që të tentojmë të krijojmë strategji për politika zhvillimore. Dhe politika zhvillimore janë ato që edhe punësojnë njerëz, përfidojnë shumë palë. Edhe shpërndohen tek palët. Jo, si thot ajo fjala, gjithmonë të japim me peshkun, por të mësojmë të nxënë peshkun. Dhe kjo është një metodë që ne e shohim që mjetet të cilat shpesh ndahen në momentet të caktuara për të blerë një grusht vota, duhet për të shpenzuar atje ku kthehen ato mjete. Dhe ato mjete kthehen nëse hynë në sektorin privat, zhvillohet ndonjë kompani, ndonjë prodhim, ndonjë mundësi e zhvillimit të mbrëmshëm, dhe ne nuk varim nga importi, i cili këtë vit shkoi 7 miliard euro, dhe gjithë ato mjete neve na kanë shku dikun, kanë përfunduar. Kanë përfunduar edhe në Kojshi dhe jashtë për Kojshive, por e rëndësishme është që ato mjete ose atë konsum ne e kemi konsumuar produktet e huaja dhe produktet tona kanë qenë më pak të konsumuara. Po, Bastian ndi? Tash unë çtu s'ka investime.
Qëtu, 5 vendimet e 5 vendimet e para, nuk ka... Kjo i bjen që në mars kena me jap që të para. Pe qëtër kondi, për shall në fushat e kum pa se biznesi e ka ndërtue bugjetin. Për biznesit ka arë. Edhe shumë logjike. Biznesi... Edhe që ka rruga 13, është për biznesit. Tash këtu kemi, naja kemi, do më thonë, pra përsisht numri i sektorit privat, punësumbë është gati sa votat e vendosur. Sa është ashtu? Po, që ashtu është. Okej, naja kemi Jo, ma shumë ka vota. Sa numri punësume, ma shumë ka vota. Jo ka flasë edhe do ju tjertë. Jo, ata je formal s'po folën. Edhe diçka veç po duhet, në opinion publik edhe për shka. Këtë po thoni biznese bjen taksa. Të vëshëja është taksa e qytetari që pagu. Falë, qytetari Kosovës e pagu. Po po qapullimi po po, i veç pagu. Biznese e mledh për qytetari. Të vëshëja e paguj une. Qeveria po thot që pëjep jo në subvencionet e mija. A vetë të cuë, kur thu taksat vi për bizneset dhe qytetarve. Pa operim biznesit ki zero taksa, ki kurgjos ki, heq. As ki kuj merë ato, as ki kuj e lytë dhe në punë. Cili është roli i biznesit për me kryu edhe rolin e shtetit? Ani qytetarit me afro mundësi me kontribut? Po këtoj, zakonisht, në opinion publik po thuhet biznesi e pagun tatim, se vështoj tatimin e pagun edhe qytetari. Shtetin nuk e kemi zbuluar. Shteti ekziston si term edhe në Evropë, matë mërëm të kemi marruar. Bash. Po, shka përdojmë më të tërgjop. Qytetari, ekzistenca e tina e mundëson shtetin, se ka qytetarë. Tash. Biznesi ka interes. Biznesi tash e mundëson organizimi total. Mirë po, biznesi tash, ku roli tina? Me operu. Ku roli qeveris? Me e zhvillu. Me ma shumë mja bo infrastrukturën, e mirë fill për mu zhvilluaj. E kisha thonë që ato që pi thuti, viskem të thonë. Se e preki me dorë në ato. Në rego. Po jam ka thonë e preki me dorë në pjesën teme që im ka foli, se jo që njëti kemi halët sigur. Po, cili është mundësia jemi i kom mundësi 1400 punësum. Edhe 14.000 i kom mundësi me punësum. Ku roli qeveris me afru muë jo njerëz në rrugë, po njerëz rinit të zhvillume. Le të investon në zhvillimin e rinis me i përgatit për tregun e punës. Mos ju jep ndima, po le të mëson me nëzon peshkun. Le të jau përkra zhvillimin. Kretë është në regull. Rroga 13. Ati shakonën. As gjysën si këshin mu. Pse? Me performans. 5.000 ti, kë 100. Me performansë për e ndërtojt rroga? Produktivitet. Ka dhonë produktivitet. Performansë, ta insalen performansën su kuna në biznes që e kemi. Qa ki ti plot sheshin e ki njerëz në artë punës, sheshin në të reze e dominojnë. Po këta janë militant. Jo, janë e përgjësi, i kanë posta tjetë dhe ma shumë. Partit politike, qëllimin kryesor e kanë me rritë pagën e sektorit publik. Se këta janë përgjesh kryesor se i shërë si militant. Na e kemi fitue një pjesë shoqërisës cila nuk din me bo kur gjë tjetër përveç me rënue si parazit në pagë të shtetit. Në alamet deputeta si me bëmë si pas qatë rogë, buk s'ka me homër. Jo, janë bo milionera. Disa janë bo milionera. Para në me bëmës me hiu një deputet pas di qa bëj. Për normal. E qështë të jetu shku me marrë një rogë. Jo këshyra deklarimin e pasurisë Po cila është... Jo, s'kom qa bëj, s'kom profesion, no provë. S'ka profesionisht. S'ko profesionisht që da jetë rruga, s'ko që me bo. I bëqfar milioneri deputetat si janë milionera. Po nëse një pjesë të kanë edhe bizneset. Niko, se biznesi nuk kokon, biznesi dhej para disa vjetë asë të konsideru vend pune, se vetë qeveria o konë vend pune. Stabilitet. Dhe i banka të këtu. Edhe keni hisht, keni pjesë përgjithësisë që keni hisht. More ki hisht, se s'ki qabonë, se jo ki qabanë, se bizneset që e shambull konkret. Qa keni mujt me bo bizneset? A keni mujt me na përkronjeve kur kemi do në protesta? Protesta. Po, e kam dakord të ty si individ. Ti mëse merë të shpersonalisht. Po bizneset, a kanë mujt me na përkro? Me dol i madhe i vogël me do në protesta. Me bloku ketë Prishtinën, kur kemi dojnë ne 3 mujtit, kur është të këtu qmimi energjisë elektrike. Mirë brato, edhe tani. Ajo është temë që të energjia, të protesta. Unë im ka thëmë për me, e kemi temë që me bo. Jo, ne po flasë qysh me... Jo, jem dakord, po
edhe ju keni pjesë përgjegjësisë që nuk e keni shtyr proceset, po e keni herë një farqetësi. Komuniteti i biznesit nëse lypti as i vetdije me dalë në rrugë. Po pse protestat janë normale, po? Ata pa paguën kulet, si e kanë paguën kulet, çmimin më njëherë në tërbuë. Ai kanë vetë organizimin, vetë dijen e organizimeve nuk e kanë. Sa atë gjysa Kosovës o konë atë ditë me ata si që konë aty. Ata ta që konë pa me drejtën. Çfarë investime duheni me bë? Ta shumë kështu. Po, ande. E patëm këto, do më thonë, une e di si biznesi është aksionari shtetit. Ja ka dhonë besimin qeveris për me, do më thonë, ne e të punu dhe të ti qeveris. Si vazhdimtis, rroga 13 të ta sektori publik, a vota është me sektorin privat? Jo, sa vota përse. Veç pak. Nasa me shisha dërbinë. Ja, jem ka plasën që ti për shambull nuk i shtet në botë që ka krenari që se ka ekonominë e fortë. Po veç, Veç me ekonomia rrijet. Veç. nasa vazhdu është për plëcu. Ate vetë në njëve bizneseve, ju thomë qeveris, le të kem rolin tonë në kërkesat tona, mes ne prejnë teshat ata pa na vetë neve qëfare na bimë. Le të vjenë të unë me thonë, sa vende punë mu i maron, qa duhet ty, mu po më vynë inspektori i shtetit, i cili është pjesë destruktive. Shka bënej? Buhet me matë keqin temin, edhe i fiton të drejta taj ma i keqin firmë teme, ku kretë dim që a i zbonë. Ose, le të ka, që më ka thonë mu, unë për shambull ja bëj 6 muj trajnim, me pagë, s'po merë pjesë shteti me një mu mi trajnu. Edhe qa për inspektori, thët, 15 ditë kjo ka drejt me të thonë ty shkova. E merë shkollën e shkone në qa shoharin, asë një minut. Cila është e ndërhyrja shtetit të? Veç pak shkurt e kësha ndërhyrë që kjo jo 5 vendimet e para. 95.000 njerës punojnë në sektor publik. Do më thonë 95.000 njerës, drejt për drejt, kjo është zgjedhore. Do më thonë është e reflekton njëri që puna. Teri i vetëmi vend demokratik, nëse merë në Evropë, se s'po marëm në atjetër konë, kur rruga në sektorin publik o me madhe se sektorin privat o Kosova. Tash, jo. Jo, është mesatare, po folëm. Na folëm, në bëj pak. Se një biznes e ka rrugën 10.000 euro i drejtori, nuk do me thonë që mesatare, si pas agjësi statistika edhe i ATK-s, mesatare në sektorin publik o 770, 550 në sektorin privat. Mesatare Kosovës 600. Faktikisht, që kjo dalimi, qa jena të bona, për me fitu zgjedhët e morëm receptin. Ideja qysh me zhvillu. Nëse shep programin politik, që po vjen qudë është më në fund u gëzova, kër e kun po që është një pikë, që pej 2016 sot të full, është që të vëshën mos me marë më në kufi shteti. Se kjo i dëmëton bizniset, sidomos bizniset që te të shesin mallin, aje ka pagu avans. Do më thonë, është për më përshëndet. Po, është premtim elektoral e kje. Tash, Kryeministri Isa Mustafa u ka të bo ligje, po ora qeveria. Kina po folëm për diçka që mirë që po kthehet që prioriteti që në mënyrë biznisit, që ato 18% që e pagun avans, e ka si likviditet për me punu ose diçka tjetër. Ajo që e vërejt mu që pres, që ka mungun që është vetë dialogu social. Do më thonë që na kena dhe ligjin për Këshillin Ekonomiko-Social. Caktohet edhe në bazë atij ligjit caktohet edhe rruga minimale. Do më thonë, sot kryeministri ka caktuar rrugën minimale, ka me caktuar në vendimin e parë pse e ka lënë qeverisë. Thet 450, a ke fol ti me sindikatat, do më thonë, kush është dialogu social? Qeveria, bizniset, sindikatat. Ska fol hiç çobrit. Edhe jo, sa 6 vjet ska fol. Është problemi që është edhe kur e ka caktuar. Unë që kësha prit, që du për kësoj qeverisë, është që shumica mu bo legjë. Shtesat e të mive nuk ka legjë. Vjen kryeministri e të pej sodit së është. Po s'pëdojnë me e shtesa. Do më thonë, bën e legjë. Edhe se cilë, kur bëhet legjë, djetë që shëndërojët ligji. Shtesat e të mive, ke këtu, studentë dhe punëtore të sektorin privat. Veç jena të je pare subvencione, ku është zhvillimi që po del, infrastruktura. Veç një shambull thjesht, po thonë. E din që Hekurulla, pe Selanikut, Mitrovic, ka u marruën 1874, 3 vjetë. Selanik, Mitrovic. 2000 nanometën. Ministria, 240 milion kena grante dhe kredina, ka njësë reparimin e Hekurullës prej Honët e Lezit dhe Leshak.
Do me thonë, që tu e ndikon 130 km, a 160, spedita saksisht, problemi është, së është po bon 10 vjetë, jo së po bja 7 vjetë, ti nuk e keri paru, diçka që para 130 vjetë, para 150 vjetë e kanë maru me teknologji tjera, plus paret i ki, se i ke marrë kredi. Problemi është, çka po dojnë na? Nëse dojnë me fitu zgjedhjet, e kena receptin. I je pare, varfëno popullin, kur kush me përmenë që... Që përgjithë sa të kërrullës më smjallon rrugën e tramvajt. Po jo, dhe shërbys civil është. Aty në të të mshel ato, krejt, të më thonë ku këtë dështu. Ose infrastruktura, ti po folë për biznisin, problemi i mallrave, na shumë që ka prua autostrada. Nëse shë daljen veri të Prizrenit, kur në shumë autostrada, asë një objekt nuk ka qenë që ato. Tash i kije sa objekte në maru për arsye se infrastruktura e bën zhvillimin ekonomik. E po, kjo reseta e fitimi zgjedhjeve është që kjo? Do të thonë, çështje sociale. Investimet kanë mungu. Çka duhet me bëhet qeveria? Çka duhet me pas prioritet të investimet kapitale ose të rreqjen e investimeve tuja? Do të thonë, dy komponente të cilat i kanë shumë zbeta. Mësë më thonë, kanë mungu tërësisht, po i kanë shumë zbeta. Shëqa, një ndër problemet Kosova që sot po lavaquohet është me mungesë energjisë elektrike. Shembull, vitin e pash pak para vitit të ri, do të thënë, la me qenë 3 qytetet Kosovës, kishin mungesë energjisë elektrike në mënyrë marrametse. Kjo në mënyrë automatike ndikon rritjen e kostos operative për biznes, sepse bizneset nuk mund me qenë konkurrues në karshi konkurrencës. Dhe e para. E dyta... Po do të thonë që do të më koncentrimi jonë është në energji. Koncentrimi i mjeteve financiare, unë mendoj që qeveria do të fokusu projektet më madhore, edhe të cilat i ka 880 milionera prej Bashkimit Evropian, të cilat 7.1 milionera i kanë hup, për shkak deadline-ave që i ka pas, për shkak se vendet e Ballkanit Perëndimor janë të morë kredi, po mënej pjesën e tretë, kurse Kosova se ka bërë kërkesën ende të parën. Dhe unë mendoj që prioriteti i qeverisë është që çdo mjete financiare, edhe pse e ka sipas raportit të progresit, e ka ku do të hartën konkrete, pasqyrën konkrete, ku do të destinohen ato mjete, mirë po përsëri do të më dërguar një mesazh të qartë me bën energji të ripërtrishme. Energjinë e ripërtrishme në Kosovë na e kemi vetëm 3%. Mirë, sigurimi kveç këtë të kthyer ai të thonë me çmyr me bë. Dhe e para, e dyta, mund është mi shty qytetarët, për shembull banorët me vënu panele solare, të cilët ja mundson qytetarit që çdo investim me pak të vogla, pak e stimulon ti dhe ai me shit energjinë elektrike. Jo, po më prodhon energji elektrike. Ne koncentrimi i qeverisë është në energji më sport. Jo, s'po them që është koncentrimi, unë do të më thonë që duhet. E dyta, rritja ekonomike që është flit shumë, mund po befasona për opozitës, ku janë këta akademik të cilën del kryeministi thotë kemi cilësinë e jetës më të mirë, kemi rritjen ekonomike më të lartë. Rritjen ekonomike më të lartë nuk e kemi, nuk është e vërtetë. Vite më parë, 2015, 2014, 2015, 2016, e kemi pas mbi 6%. Nëse rritja ekonomike varet vetëm për një parametrit kryesor në Kosovë, vetëm prej konsumit. Qeveritë më pashme është bërë edhe prej investimeve që i kanë bërë infrastrukturë. Çka ka prodhu këto? A janë të nevojshme, janë të domosdoshme? Po, çka kanë prodhu? A kanë prodhu stabilitet punësimit? Jo. Sot, një ndër faktorët kryesor stabilitetit makroekonomik dhe zhvillimit të cilësisë së zhvillimit të një vendi është parametri kryesor është punësimi. Në qoftë se ti ke rritje të punësimit, atëherë ke ndryshim të gjendjes, sepse çata punësum paguajnë kontribute, rritet buxheti dhe ndryshon struktura e jetës së tyre. E poshtë një raport bankës, më la përshtypjen bankës botërore, ku deklaruan që një ndër problemet kryesore që sot Ballkani Perëndimor në tërësi janë probleme që e kemi, domethënë 9-50% strukturën e njerëzve të aftë për punë që janë punësum. Imagjino, në 50%. Do më thonë e ki, e pe kupton, kemi një shoqëri, për shembull Kosova prin e para në rajon, është që e ka fuqin aktive të punës dhe në kërkojnë punë. Dhe shumicën për këtëne përbëjnë gratë. Gjinia femërore. Dhe tash në shtohet një pyetje, pse gjinia femërore në shumicën e rasteve, se nuk e kemi një përqindje shumë saktë se sa është, mirë po përqindjen më të madhe e përbëjnë gjinia femërore. Dhe shtohet një pyetje, pse po ndodh një gjë të tillë? Sepse kanë mungesë të qerrave publike, kanë luajnë rolin e kujdesin ndaj të personave të moshuar,
të cilën shteti nuk ja merr për bazë, nuk ja hek barrën e aty në nanat tona ose në motrat tona për me largu, sepse shteti është i obliguar në aspektin ligjor më kujdes për kujdesin e fëmijëve dhe më kujdes për njerëz të më shumë që çat person me lën në treg të punës. Dhe çka kish mujt qeveria me bën këta, me projektet e Bashkimit Evropian, me fondet e tyre, me bën, domethënë panele solare, urgjentisht. Dëgjoj, bizneset, unë notën e vitit 3 nuk un pos rrymë burr. Edhe këtij viti domethënë që ta qëndrojmë 2000 edhe vitin para prak. Domethënë shtrohet në pyetjen e 25 vjet ne kemi mungesë që 25 vjet kena të pas probleme energji elektrike. Çish mundesh me armë prunë investitor të huaj, mi thon hajde se këtu na kemi vend gjeostrategjik e kemi fuqinë e lirë të punës. Më i kom mungesë energjisë elektrike. E dyta se u përmend puna e suportimit të bizneseve e tjera. Po, jam dakord, po çka është shumë interesant për me thonë. Ne kemi një shtet fqinje, të cilën shumicën e fondacioneve të Bashkimit Evropian i ka morë, e kemi Serbinë. Për çdo biznes që ka punësuar me një numër të madh të punëtorëve, e ka suportuar shteti me 1 milion deri 1,5 milion. Edhe e ka pas një kontratë 5 vjeçare. Dhe tash shumica e bizneseve vitin 2025 për flas. Ka një numër të madh të bizneseve që janë të largu prej Serbisë. Një ndër faktorët kryesorë është rritja e pagës minimale, pa një konsultim me sektorin privat dhe e dyta është mos stabiliteti politik. Dhe shumica e bizneseve, domethënë kemi pas edhe raste të qendra tregtare, të cilët kompanitë, domethënë e kam fjalën për kompanitë gjigante. Dhe janë mbyllur, edhe pse kanë pas investim 1.5 milion euro. Sa i përket me përkthy këtë te puna e 4 miliardë që te 5 miliardët. Për çdo vit kemi pas rritje në atë buxhetit. Mirë po, kemi rritje në momentin që ki rritje të inflacionit, ty të rritet edhe buxheti. Domethënë çdo duhet me dallu. Po veç këto kurse na pranë. Po në qoftë se ty rroga tu rritet për 100 euro, ndërsa inflacioni ka shku për 150% ty, nuk ka rritje të ki sasia paras në qarkullim, nuk ta mot cilësinë e jetesës. Cilësinë edhe matja e rritjes GDP-ja, nuk ta mot cilësinë e jetesës. Ta mot metodën kuantitative në sasi. Sepse ne po konsumojmë, po cilësinë e jetesës nuk ta mot. Cilësinë e jetesës ta mot. Në momentin që çmimet rrin konstant, ty të rritet paga. Dhe e fundit është që Kosova ka një normë papunësisë shumë të lartë. Dhe Kosova është e obliguar përpas këtyre sektorëve publik, është i obliguar me avzgjidh problemin, sepse me avzgjidh problemin e mundësive punësimit një numër të madh të papunësive, sepse është një paradoks shumë i madh. Bizneset një në anë kërkojnë punëtor, në anën tjetër kemi një papunësi shumë të lartë. Kjo nuk është në Kosovë, është në Ballkanet Perëndimor. Nuk keni pas një dialog, sepse jemi në fund të emisionit, nuk keni pas dialog me qeverinë për një 5 vjet. Ato që përmend vërimi Këshilli Ekonomiko-Social ka qenë një funksional herën e fundit është taku kur u kon Abdullah Hoti kryeminist nëse nuk gaboj. Do të thonë tek raporti biznes-qeveri. Cili është keni më taku. Keni më taku në herë me ta ma. Do të thonë keni më gjuajtur çdo pe i largët edhe në fund ditës kur kujna këtë koncentrimi është tek pjesa tjetër që s'ka të bëjë me biznesin. Sektori privat dhe ne si përfaqësues të sektorit privat, ne jemi gjithmonë të gatshëm që të bashkëpunojmë me institucionet e shtetit Kosovës. Ne e vlerësojmë që e kemi partner. Dhe kjo na lidhet përmes Këshillit Ekonomik Social, i cili nuk ka funksionuar dhe së fundi para zgjedhjeve është shpall konkursi dhe tash është në shqyrtim e sipër. Çfarë konkursi? Për të konkuruar në Këshillin Ekonomik Social. Dhe tash të gjithë kanë pas të drejtë të aplikojnë dhe tash janë duke shqyrtuar. Organizatat biznesit, sindikatat të Po, dhe mendoj që do duhet të jetë funksional, sepse të gjitha këto probleme socioekonomike që ne po i përmendëm këtu, trajtohen në Këshillin Ekonomik Social duke përfshirë edhe pagën minimale, edhe pagën e 13, edhe gjitha ato dhe për atë duhet të rritet dialogu mes institucioneve shtetënore dhe sektorit privat. Aja që do duhet të bënë qeveria, do duhet që vërtet të promovon politika të qëndrueshme zhvillimore. A beson që këtë mandat do të ketë politika të qëndrueshme zhvillimore, do të ketë më shumë investime
kapitale Unë duhet dhe mendoj pozitivisht. me pak si farë lufta frontale në raport me bizneset, sepse këtë po ankohen bizneset, po të rezultati final po delë që nuk është. Unë duhet mendoj pozitivisht që qeveria e vendit do duhet të mos përsërit gabimet të kaluaren, të avancon dialogun, të avancon politikat zhvillimore, po ashtu me politikat zhvillimore të lufton varfrin e skajshme, e cila Kosova tash është renditur edhe këtë vetë një vendi dytë më i varfurin në Evropë pas Ukrajinës, në mënyrë që vërtet ne të rritum ekonomin, por jo nga, ose konsumin jo nga politika sociale, ose nga pagat e 13, po nga zhvillimi dhe rritja ekonomike të jetë pjesë e investimeve, jo vetëm e konsumit. Kjo do të ishte e qëndrueshme dhe kjo neve po na mungon. Besoj që qeveria e vendit do të duhet që të krijon edhe një disiplinë më të lartë fiskale, kur them këtë, duke zgjeruar në gjithë spektrin ekonomik dhe duke luftuar informalitetin, i cili është një kancer në shoqërinë e Kosovës, e që ndoshta mshefet 50% i buxhetit të vendit në nivel vjetor. Dhe kjo do të promovon edhe konkurencën e mirëfillt. Gjëja tjetër që do duhet që qeveria e vendit të jetë që të krijon politika miqësore me biznesin dhe investitorët, të eliminon byrokracinë, për licencat të ndryshme, të liron ato nga barrat, po ashtu nëse ne jemi duke folur për mbështetjet biznesit, do duhet të jetë një moratorium, i cili moratorium do të promovon besueshmëri që nuk do të preken bizneset ose tarifat ose taksat në bazë të inateve ndaj dikujt. Dhe gjëja tjetër që ai dashur qeveria e vendit të bën, që të bën një amnisti fiskale, e cila do të... Amnisti fiskale? Po, ndaj të gjithë qytetarëve të vetë, ose bizneseve, të cilët e kanë bërë edhe shtetet e tjera në kohë të krizave dhe ne e vlerësojmë që varfria që është... Qeveria në po vlerëson që ka krizë, dhe sa nuk vlerëson që ka krizë. Ne po vlerësojmë që varfria e cila është paraqitur dhe jemi të dytë në Evropë, kjo është një krizë në vetë vete. Dhe ne nuk mund të themi që jemi duke u zhvilluar, kur ne jemi duke importuar mbi 7 miliard euro në nivel vjetor, ose kemi eksport më të ullt në raport deficitin tregtar më të lartin e kemi në historinë e vendit. Dhe me këtë deficit të lartë ne nuk shohim zhvillim. Për të zhvilluar këtë, ne do duhet të ulemi, të bëjmë një strategji kombëtare për zhvillim, për luftë kundër edhe varfrisë, edhe korrupsionit, edhe byrokracisë, edhe të jetë një vend miqësor, që Kosova mos të jetë një vend vetëm që vinë investitorët për të fjet një natë dhe dy, po që vinë për të investuar shumë miliona euro, e që Kosova ne kemi nevojë për ta. Folëm për diasporën, ne nuk duhet të shumë investimet tuaj vetëm përmes diasporës, po përmes brendet fuqishme. Kemi aq potencial, ose aq ka gatishmëri i sektorit privat për bashkëpunim me investitorët e huaj, por besueshmëria e investitorëve të huaj neve na ka ik dhe neve për çdo ditë është duke na zbe. Imazhi është shumë i rëndësishëm për vendin ton, e imazhi për vendin ton ne vetëm ne si sektor privat nuk mund ta ndërtojmë pa bashkëpunim me institucionet e shtetit. Shteti do duhet këtë vit të jep më shumë mundësi që përmes ambasadave, konsulatave, përmes vizitave të ndryshme që i ban shteti, po përmes edhe paraqitjeve dhe deklarimeve të institucioneve ose të liderëve shtetënorë të Kosovës, të jep fuqi promovuese për zhvillim ekonomik të Kosovës dhe besueshmëri dhe siguri për investime. Çka kishme kërku? Po, në përshek konkret. Po, kërkesat në raport me qeverinë.
edhe mi jap hapësirën, sepse kemi kalu edhe minutat. Po, do më thonë, unë jem edhe në dhomën e tregtisë në bizneseve, unë i kërkoj bashkëpunim. Me bizneset, me asociacionet e bizneseve. Bashkëpunim. Me njëherë, me automatizëm, qeveria re, reforma në administratën e shtetit. Shteti nuk ka fantazmë, është për njerëzët shtetit. Kes kanë thonë që jo marru, kes që konë të shku, reforma si pas performancë, se cila ka rikë në shtet duhet me pas të matë me performancën. Me njëherë, ma se është kështu arsimi. Arsimi, as nuk o konë krenari e fushatës, as nuk o konë mirë. Gripi. Me njëherë me reformat në raja në arsim, shpejt, me i përgatit, me në animu biznesën, me në përgatit kuadra, me shku në drejtimin e kësajna. Tash tema numër 3, energjia. Unë e për sektorit energjisë, po më do këtë fëmijën konë këta kërë i marrën me tha, tema është e njëjtë pej kur jem konë në i ri. është e njëjta temë. Edhe ka vend numru, edhe e kanë kesë. Unë me njëherë e kësha bo një komision parlamentar, e kësha auditu vendimin e zërrejës, sepse ka qenë vakum institucionale. Kur e ka bo? Për liberalizim të tregut? Për liberalizim të tregut me e auditue. Komisioni parlamentar me marrue edhe diagnostifikimin, ku i kemë problemet. Se cili qytetarë ka idenë që i kemë problemet. Aja ka me qenë dëtyra. Vetë qeverit nuk për e di këto. Zërreja ka marrë vendim pa komision. Unë e di qa punue në idenë e investimit termocentralin Kosova. Kosova re. Kush e ka bo, qysh ka punue, qysh së bo, qysh ka vend numrue. Ky sektor, edhe sot është barë bizneseve, barë shtetit, i cili ka mund të me qetë shtylla ose burimi maj malë i tardhnëve në Kosovë. Energjia o kryu barra meron. E kanë shit, e kanë falë, po nuk e kanë falë, a di që kanë bo. E kanë falë edhe të drejten, mas jemi të pavarë në sektorin energjit. është monopol. O, nuk jemi të pavarë, pavarësia që shkarë për Serbia duhet marrë edhe për energjin me kostët qfarë do që i ka. Edhe miliardat letë, shkojnë për leta kemë pavarësi. Burimit me për fund. Tash, nashta veç më të thonë, na jena të hinë liberalizim tregut, kejtë kjo puna energjisë është të kime marrë për një trektarit. A prodhon të është kejtë kjo relevante. 4% momentalisht biznisit, konsumit, 10% konsumit total në Kosovë për 2025 është treg liberalizum. Deshte as deshte te. 4% u ka liberalizu vend. Cili si mas e do të ishte veprimi? Jo, ideja veç, jo dy për thejra që do se shërë pika B, rikthimi skemes për subvencione kursimit të energjisë është dishka që ka funksionu edhe mirë që pektan. Po këshur që dhëtë, nga e cila pritet të përfundojnë 200.000 familje. Nëse kthejet që kjo, na konsumit do të rritet, na do të mësu. Aja që kena vrej, edhe qanë program vetë vendosës, o punësimi. Na këtë po folëm, pini mujna, këtë qeverit ka ndodhë. Shërbizët civil për arrisëm rrugë, po qa me bëha ta që si janë punë heqë. Do me thonë, kur kus po meret me njerë që nuk janë punë. Do me thonë, qëre, aje ka një rrugë, e ka një rrugë, shërbim civilit cida është 20-30% me amadhës në sektorin privat. Atira për jep ekstra një rrugë. Atira që është student, që duhet këtë botën student s'kan pare, të na kan pare, se studimet i kan pa pare. Atira po, aje që pa punë. Nëse shë programin 91 faqe të vetë vendosë, se ka veç program sistemin alla superpuna që vëllet që ke dështim total. Se na mretëm numërin 400.000 të fundsum, edhe me një herë ra të tur ka qenë 349.000. Do më thonë, ato që kanë qenë... Ka qëndrushmëri. Pa qëndrushmëri. Do më thonë, muë që ka po më pengajnë, nëse që të program zgjedhor, unë e kësha mujtë me folë me kryeministin, kësha thonë, bët dishka për njerës që janë pa punë. Ti jetu një mund njerës, po vota pedina që shëfiton. Do më thonë, ti pjep 95.000 shërbëzve civil, të sot me pas punë Kosovë luks, cilët e kanë rrugën 30% më të modhe se sektorin privat, pjep ekstra një rrugë, pa kur farë për promoncë, pa kur... Po, për votat i ke fitu tash, s'ki nevoj me shku me ta. Qysh që ta njerëz që ka shumë numëri ty në mi malë, cilët po dali njerëz për arsye se nuk kanë venet punës. Po shkojnë po punojnë e për malëgzi që rrogat qato janë. Na po folëm këto punëtor, po problemi është, unë e pratë. E mira është që jena të hime një vend, na shavesh fut me thonë. Shumë shkurt problemi. E mira është që në 10 orë na jaken pak sankcionet, nëse i marëm qato pjesë që kena me i marë për apërsisht që e përmena fillim,
kanë me hi 600 milion të euro në ekonomi, besoj që qaja ka me qenë injekcion, ma i malë që atë 200 milion të cilat për jep i vitra në mënyre, veç për shpëndon, edhe që e pjesa e skeme subvencionimit, une kisha pri që paramenu me jep 70 milion, so kushtojnë këtu vitrat e funit për fitu zgjedhjet ka 100 euro, ti kish jep 26 milion euro. Jo, komplet i ka qytë 26 milion euro. Jo, që kjo pension 26 ka qenë. Po zgjedhjet lokale ka qenë 70 milion. 400.000, 200.000 pensionista, 6 milion. Po, 6 milion. Paramenu me jep bizniset, me subvencionu 20% solare që e përmenet të subvencion. Na i këshum pos 400 megawatt energji elektrike, kishum pas kursim të energjisë, edhe kishe pas një zhvillim më të madh ekonomik me 60 miliard. Veç zgjedhjet që kishe fitu. Unë mendoj që qeveria është, domethënë do të më bëjë një fokusim tjetër. Çdo mjetet financiare mi konvertu në projekte ideore, zhvillimore, të cilët sipas në mbikëqyrjen e qeverisë, në komisioni, edhe sa ma shumë të punësojnë, qaq ma shumë, studentëve nuk i nevojë me dhënë të 100 euro, sepse ai shkon në konsum, edhe i shkon ato mjetet financiare dalin jashtë shtetit. Që ato mjetet financiare krijojnë një komision dhe krijojnë studentat, kërkojnë idetë dhe që ata studentat të cilët punësojnë njerëz promovoj dhe shtyp më përpara. Dhe kjo kish ndiku drejt për drejt në rritjen e buxhetit dhe uljen e papunësisë dhe rritjen e punësimit, që kish qenë shumë efekt sinqeror, impakt multiplikator në ekonominë e vendit. Në këtë mënyrë, ne multiplikatori është vetëm që kanë një përqindje të bizneseve tregtare, këto që janë produkteve elementare, shitje me pakic dhe kështu përfundon. Mjetet financiare dalin jashtë shtetit. Po ju falenderoj shumë që ishit sonte me mua në studio, kemi edhe shumë gjëra tjera për me diskutu, sepse do me ndru pak kursin, me jap hapësirë qeverisë me janis me punu, tani me janis me kritiku, këtu jemi për me kritiku, jo me Eduard Turkit të shtimit të kërkujt heq, e as aty nëse të fitojnë 50% me në ndru bindjen, a me kritiku, a mos me kritiku. Do më në kritika do t'jetë për se cilën pun të keqe që mundet me bo gjatë këtyre viteve. Shikuz në ruar, ka që kishim përson të bashkë dëshimi javë në ashme. Dere atëherë mirë mbeqe.